Partitë opozitare kanë vazhduar reagimet për mënyrën se si po zgjerohet dhe zhvillohet hetimi për tragjedinë në Koçan. BDI shkruan si qeveria në vend që të ndërmarrë masat e shpejta dhe vendimtare të kërkojë përgjegjësi nga fajtorët e vërtet, ka zgjedhur të shmangë përgjegjësinë e funksionarëve aktual dhe është dhënë pas krijimit të tensioneve të panevojshme ndëretnike. Mickovski përmes arrestimeve të pabazuara të shqiptarëve po përpiqet të nxjisë tensione ndëretnike si mbulesë për dështimet e qeverisë dhe si mjet për të shkaktuar përçarje etnike. BDI dënon ashpër arrestimet e fundit të individëve që nuk kanë asnjë lidhje me tragjedinë, si një mënyrë për të zhvendosur vëmendjen nga përgjegjësit e vërtetë. Këto veprime të paprovuara, të nisura nga institucionet e kontrolluara nga Mickovski, shërbejnë për të targetuar qëllimisht individ për qëllime politike. Aleanca për shqiptarët, pjesë e Frontit Evropian, shkruan se fushata kundër shqiptarëve e paralajmëruar nga vetë kryeministri Hristijan Mickovski, duke thënë se do t'i kapim përveshi dhe do t'i dërgojmë në burg tani po zbatohet në praktikë nga prokuroria dhe ministria e brendshme. Sipas Aleancës për shqiptarët, arrestimet e padrejta të pabaza dhe me prapavi të pastër etnike, duke keq përdorur tragjedinë e Koçanit, kanë dy qëllime. Të fshehin përgjegjësit e vërtet duke filluar nga kryeministri, ministri i punëve të brendshme dhe drejtuesit aktual të organeve kompetente lokale dhe qendrore, të friksojnë shqiptarët, të shtypin shqiptarët dhe të shkaktojnë revolt dhe tensione ndëretnike me qëllim defokusim nga problemet dhe përgjegjësitë reale. Reagoi edhe opozitarja LSDM duke shkruar se zgjerimi i hetimeve për tragjedinë është i fokusuar vetëm në të kaluarën dhe jo në momentet kur ka ndodhur ngjarja dhe as në zyrtarët aktual të policisë. Sipas tyre, ndër pyetjet kryesore, së cilës ende nuk i është përgjigjur hetimi, është se kush do të mbajë përgjegjësi për dështimet e sigurisë, për të cilat janë drejt për drejt përgjegjës Ministria e Brendshme dhe Shërbimi i Sigurisë Publike. Faktet tregojnë se këto institucione në jurisdiksionin e drejt për drejt të Ministrisë së Brendshme nuk kanë vepruar siç duhet gjatë ngjarjes penale juridike dhe përpara saj. Ata jo vetëm që nuk përgatitën një plan sigurie dhe nuk bën një vlerësim të rrezikut, policia ishte në vendngjarje atë natë fatale në diskotek, pa të mitur, mjete piroteknike, një ngjarje të paregjistruar, një klub pa leje dhe nuk bëri asgjë. Thirrja e partive opozitare është që hetimi të jetë transparent dhe i bazuar në prova që të garantohet vënia para përgjegjësisë e atyre që realisht kanë qenë përgjegjës.